Për shumë, fjalla vjen Partia Demokratike, të gjithë njerëzit e vet i ka kundërshtar të Ramës. Po. Dhe ata nuk janë pjesë e vogël aty. Do të thonë, pavarësisht sepse unë mbështes. Ka një arsye pse e veçova Partinë Demokratike, ndoshta edhe për shkak të faktit se në protest ka pasur edhe ka ekzistuar edhe ai debati që duhet apo nuk duhet të kemi një figurë po themi e cila ta udhëheq protestën. E veçova për shkak se ata kanë dashur ta veçojnë. Jo, ata shumë mirë kanë bërë, domethënë që nuk ka vënë figurë politike ta udhëheq protestën. Por do të ndodhë së shpejti mendon? Besoj se po. Beson se po. Besoj se po, sepse kërkesa kryesore e atyre kush është? Tani nëse artikulojmë ato që thuhet kërkesa parë kush është? Rama jepet dorëheqjen. Rama jep dorëheqjen. Pra, unë nuk di ndonjë regjim ose ndonjë kryeministër që të jetë rrëzuar, domethënë, pa ndihmën e opozitës. Pra, dhe pas zgjedhje. Dhe pas zgjedhje. Dhe nuk duhet ta harrojmë që është. Pra, unë jam shumë dakord që ata njerëz, domethënë, të nxjerrin parë le dalë dhe lëvizja politike. Po do shkojnë në zgjedhje. Po nëse dhe një lëvizje politike nga aty, se jo më kote shtrova si pyetje, të dimau, dhe thash që aty ka nga grupimet të ndryshme, aty është edhe zoti Sheaj, aty është edhe zoti Qori, aty është edhe, pra, që janë politikë, që janë politikë, pra ndaj për se thonë jo politikë. Pra, është e mundur që të gjitha këto grupimet të gjenë një përfaqësim, po themi të bien dakord për të pasur një përfaqësim, apo nëse kjo shkon në një lëvizje politike, ekziston mundësia që edhe të shpërbëhet në një farë forme, apo të shpërndahet. Pra, mund të bien dakord ata qytetarë që janë aty, grupe interesi e tjerë që quajmë si duash. Unë këtë s'di ta parashikoj. Tash domethënë, unë nuk jam në mendjen e atyre. Por që i lëvizje do dali. Pra,